Përshëndetje të nderuar shikues, ky është edicioni qendror i lajmeve në Radio Televizionin 21. Ushtarët amerikanë të Gardës Kombëtare të Floridas kanë kryer sot patrullime të rregullta përgjatë kufirit të Kosovës. Fori ka publikuar pamje nga patrullimi dhe ka theksuar se misioni kujdeset për një mjedes të sigurt. Fori vazhdon të zbatojë mandatin e tij për të kontribuar në një mjedes të sigurt për të gjithë njerëzit që jetojnë në Kosovë dhe lirinë e lëvizjes në çdo kohë dhe në mënyrë të paanshme. Fori punon në koordinim të ngushtë me Policinë e Kosovës dhe Misionin e Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë në rolet e tyre përkatëse si reagues të sigurisë, thuhet në njoftimin e Forit të publikuar lidhur me këtë patrullim të ushtarëve amerikanë. Teksa kufit i ruan Fori, politika komode për afatin e zgjedhjes së presidentit të ri. Kryeparlamentarja Albulena Haxhiu ka bërë të ditur se nuk do të thrasë seancë pa u krijuar kushtet, ndërsa u ka bërë thirrje subjekteve politike që përmes dialogut të gjejnë një zgjidhje të qëndrueshme. Në anën tjetër, njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se mungesa e besimit reciprok ndërmjet partive politike për arritjen e një marrëveshje mund të çojë vendin drejt zgjedhjeve të parakohshme. Ndërsa afati kushtetues 34 ditor po rrjedh, kryeparlamentarja Albulena Haxhiu ende nuk e ka një datë saktë se kur do ta thrasë seancën për zgjedhjen e presidentit të ri. Kryeparlamentarja Haxhiu fillimisht kërkon diskutime serioze midis partive politike për të gjetur zgjidhje. Seanca do të vazhdoj në momentin që do të krijohen kushtet, deri atëherë nevojiten diskutime serioze. Pra, jo në aspektet të tilla procedurale, por diskutime serioze nëse duam apo nuk duam për një mend ta zgjedhim presidentin. Për faktin se është rëndësishme që ajo që thuhet në takime të mbyllura të jetë qëndrim real dhe jo vetëm diskutim sa për të thënë. Prandaj në këtë drejtim mund të tras të gjitha subjektet politike që të bëjnë përpjekje maksimale. Eksperti i procedurave ligjore Shkodran Regja i tha se afati 34 ditor i gjykatës kushtetuese nuk është vetëm procedural, por është një afat që u jep kohë partive politike të gjejnë zgjidhje për zgjedhjen e presidentit të ri. Nëse një gjë e tillë nuk ndodh, Regja i tha se vendi shkon automatikisht në zgjedhje. Mirë po, për dallim prej herave tjera, kësaj radhe nuk ka mbetë në diskrecionin e palëve, në këtë rast të presidentit së Republikës Kosovës që të bëj shpërbërjen e kuvendit, mirë po, shkon automatikisht që është diçka e re realisht në kuadër këtyre vendimeve për këtë çështje që ju kemi adresuar jashtëzakonisht shpesh, të shumta them që të panevojshme. Ndërkohë, ambasadori i karrierës Albert Prenka i vlerëson se mungesa e një marrëveshjeje politike deri më tani është si rezultat i mosbesimit që kanë partitë opozitare ndaj kryeministrit Kurti. Besim tek vetëvendosja unë jam i bindur se nuk ka. Nuk besojnë partitë opozitare se vetëvendosja mund të ulet dhe të bëjnë një zgjidhje në besim të mirë me to. Nuk ka besim mirë, po ideja është se mund të bëhet një kompromis, mund të bëhet një marrëveshje interesash, pra këtu tash bëhet fjalë për interesa politike, jo ma për besim apo mirë besim me vetëvendosje. Analisti politik Armnor Sadiku tha se i takon partisë së parë vetëvendosjes se të gjejë zgjidhje për zgjedhjen e presidentit të ri, por sipas tij edhe partitë opozitare duhet të jenë të gatshme për takime në mënyrë që të arrihet një marrëveshje nga e cila do të buronte një kandidat konsensual. Përgjithësia më e madhe i takon partisë së parë, këtë rast lëvizjes vetëvendosje, por natyrisht një pjesë të vogël të përgjithësisë kanë edhe partitë e opozitës për faktin që ato do duhet, si më thonë, të bashkëpunojnë me zotin Kurti, por natyrisht edhe kjo do të jep mundësinë kuptimin që jo sipas vetëm kushteve të tij të ofrohet kandidatit për president, por do të dëgjojë zërin e opozitës, kuptimin që të jetë një kandidat i cili proklamon, si më thonë ato, që nifet si një farë lloj kompromisi në të deputetëve që mund të përfaqësojnë një numër më të madh të votave se sa që ka aktualisht lëvizja vetëvendosje. Lëvizja vetëvendosje në seancën e 5 marsit kishte propozuar Glauko Njufcen dhe Fatmire Mullhaxha Kolçakun për president. Lëvizja vetëvendosje ende nuk ka dhënë sinjale nëse do të ketë propozime të tjera. Ndërkohë, opozita ka thënë se nuk ka vot për kandidatët e vetëvendosjes pa një marrëveshje politike, nga e cila do të buronte një emër konsensual për president.
9 nga 10 anëtarët e rinj të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kanë dhënë betimin përpara presidentës. Çështja e anëtarit të 10 të KQZ-s tashmë është në shqyrtim në gjykatën kushtetuese sipas kërkesës Osmanit. Lëvizja Vetëvendosje ka kërkuar të ketë 3 anëtar në KQZ bazuar siç thotë në rezultatin e zgjedhjeve dhe një anëtar i Partisë Demokratike nuk është dekretuar nga presidentja në pritje të përgjigjes së gjykatës kushtetuese. Zyra e presidentës tha se 9 anëtarët e rinj të KQZ-s kanë kryer betimin në kabinetin e saj dhe ata do të përfaqësojnë partitë e tyre në komision. Antari i 10 nuk është betuar ende, me që presidentja Osmani sërish i ka kërkuar gjykatës kushtetuese që të qartësojë një kërkesë të lëvizjes Vetëvendosje për shtimin e anëtarëve të saj në Komisionin Qendror Zgjedhor nga 2 në 3. Kjo për shkak të rezultatit në zgjedhje që ka marrë kjo parti. Osmani u vu në dilemë se kujt i takon antari 6. Lëvizja Vetëvendosje propozoi 3 përfaqësues në komision, ndërsa Partia Demokratike 2. Anëtarët e rinj të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të propozuar nga partitë politike të përfaqësuara në Kuvendin e Republikës së Kosovës sot e kanë dhënë betimin para presidentës së Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani. Betimi 9 anëtarëve të KQZ-s u bë në kohën kur gjykata kushtetuese ka pranuar lëndën e Osmanit. Gjykata ju përgjigji Radio Televizionit 21 se po procedon lëndën, por nuk ka dhënë hollësi nëse do ta shtyrtojë atë. Kjo kërkesë është duke u proceduar nga gjykata. Presidentja Osmani ripërsëriti të njëjtën kërkesë, sikurse edhe në vitin 2021, pas zgjedhjeve të përgjithshme, kurse bashku me Lëvizjen Vetëvendosje fituan mbi 50% të votave. Lëvizja Vetëvendosje, atë botë, kërkoi një anëtar më shumë në KQZ. Kushtetuesja në vitin 2021 kërkesën e Osmanit e cilësoi si të papranueshme për interpretim. Aktualisht janë 4 parti politike shqiptare të përfaqësuara në kuvend dhe Komisioni Qendror Zgjedhor nga 10 anëtar, 6 i ka shqiptar. Deri më tani kishte 2 nga Lëvizja Vetëvendosje, 2 nga PDK dhe 1 nga LDK e AAK. Njohës të sistemit të drejtësisë vlerësojnë se kushtetuesja as kësaj nuk do ta interpretojë këtë çështje. Faktet janë që janë 4 grupe më të mëdha parlamentare, renditja do të jetë që secili ta marrë fillimisht nga 1, në ndërkohë prej të parit vazhdon për të dytin. Rrjedhimisht kjo do duhet të aplikojë në rastin konkret. Presidentja Osmani nga Lëvizja Vetëvendosje dekretoi 2 anëtar, Alban Krasniqin dhe Violeta Salihun, duke lënë në pikpyetje Njazi Isakun, ndërsa nga Partia Demokratike ka dekretuar vetëm Ilir Gashin, ndërsa la në pikpyetje të propozuarin e dytë, ish deputetin Rashid Çalaj. LDK dhe AAK në KQZ do të përfaqësohen me anëtarët që kishin edhe mandatin e kaluar, Sami Hamitin dhe Muharrem Nitajn. Ndërkohë, Kosova gjendet në një situatë ku rrezikon seriozisht zgjedhje të jashtëzakonshme, si shkak i dështimit për zgjedhjen e presidentit. Megjithatë, mungesa e anëtarit të 10 në këtë institucion nuk do të përbëjë të lashe për organizimin e tyre, vlerëson hulumtuesi i Institutit Kosovar për Drejtësi Naim Jakaj. Por problem është që njërin nga subjektet më të mëdha parlamentare, që është PDK, ju ka cenu e drejta në përfaqësim në këtë organ të rëndësishëm. Dhe ne do të jemi dëshmitarë se si gjykata kushtetuese o do ta shpallë të papranueshme lëndën për arsye se ajo nuk mund të shërbejë si një zyrë këshillëdhënëse për presidentin ose për aktorët e tjerë institucional, ose do ta shqyrtojë lëndën, por do të thotë që i takon PDK-s ky anëtar. Lidhur me situatën e krijuar, Partia Demokratike e Kosovës ka akuzuar presidentën Osmani për shkelje kushtetuese dhe mos ushtrim të funksionit të saj. Partia Demokratike për anëtarin e 10 të KQZ-s ka theksuar se do të bëjë betejë ligjore në kushtetuese, në rast se në vend të Çalajt do të dekretohet Njazi Isaku, i propozuar nga Lëvizja Vetëvendosje. Përcënim i kushtetutshmërisë, demokracisë dhe zgjedhjeve në Republikën e Kosovës. Republika e Kosovës dhe Republika e Panamas kanë nënshkruar marrëveshje për heqjen e vizave për mbajtësit e pasaportave diplomatike dhe zyrtare. Marrëveshja u nënshkruan nga zëvendës Ministri i Punëve të Jashtme dhe Diasporës Kreshti Kameti dhe Ministri i Punëve të Jashtme në detyrë i Republikës së Panamas Carlos Hoyos në një ceremoni zyrtare që rikonfirmoi përkushtimin e të 2 vendeve për avancimin e bashkëpunimit dhe forcimin e lidhjeve diplomatike. Në njoftimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme thuhet se palët diskutuan për nisjen e procedurave drejt heqjes së vizave dhe për mbajtësit e pasaportave të rregullta si dhe për zgjerimin e bashkëpunimit në fusha me interes të ndërsjellë përfshirë sigurinë, arsimin e lartë dhe turizmin.
Mungesa e komandantit të policisë për të raportuar për situatën e sigurisë në kuvendin komunal të Mitrovicës së Veriut ka nxitur debat të ashpër ndërmjet asamblistëve shqiptar dhe atyre serb. Komandanti ka deklaruar paraprakisht se nuk e ka obligim ligjor të raportojë para asamblistëve. Kuvendi komunal i Mitrovicës së Veriut tha se i ka bërë ftesë komandantit të stacionit policor në Mitrovicë të Veriut, Recep Kastratit, që të raportoj për situatën e sigurisë në këtë komunë. Megjithatë, mos prezenca e tij në këtë seancë ka nxitur debat të ashpër mes përfaqësuesve politik lokal, të cilët kanë shprehur qëndrime të kundërta për obligimet ligjore dhe bashkëpunimin institucional. Prisutan, sećate se odlično. Në përputhje me ligjin dhe me të gjitha norma sipas të cilave ne punojmë, përgjigjen nga komandanti i stacionit policor në Mitrovicën e Veriut e kemi marrë me email, ekskluzivisht në gjuhën shqipe, në të cilën ai na njofton se nuk mundet dhe se në praktik nuk është e zakonshme që ai të raportojë para asamblistëve. Edhe kryetari i komunës Milan Radojević e kritikoi mungesën e komandantit duke theksuar rëndësinë e transparencës. Ja mislim da je i demokratski, kako god hoćete da nazovete. Unë mendoj se në frymë demokratike do të ishte mirë, madje do ta kishim përshëndetur, sikur të kishte ardhur personalisht dhe të kishte shpjeguar pse nuk dëshiron të raportojë para këshilltarëve për situatën e sigurisë. Ndërkohë, asamblistja e lëvizjes Vetëvendosje Aida Doli Ferrati tha se komandanti i policisë ka raportuar para Komisionit për Siguri. Raportimi do të thonë është për mu KSSB-ja, apo Komisioni për Siguri i komunës së Mitrovicës. Kështu që ju kisha sugjeruar zotër kryetar që paraprakisht ta bëni këtë komision sepse është në kompetencën tuaj. Dhe unë po besoj që pas kësaj do të na vinë edhe qoftë komandanti, qoftë zëvendës komandanti. Në anën tjetër, asamblisti Partisë Demokratike të Kosovës Emir Azemi vuri në pikpyetje bazën ligjore të kërkesës për raportim, duke kërkuar sqarim konkret mbi obligimet e komandantit të policisë. Sipas cilit memëve ligj e ka obligim komandanti i policisë me i raportu kuvendit komunal. A ka obligim ligjor me i raportu hierarkisë komanduese apo një organi politik që është kuvendi komunal? Pyetje. Nuk kanë gjetur kërkon ligj. Ndërsa Aida Doli Ferrati u kundërpërgjigj akuzave për shtet policor, duke theksuar se në Mitrovicën e Veriut ekziston liria e protestës. Zotëri Loveç tha që këtu është kurti lend, kështu që zotëri Loveç, Mitrovica e Veriut, ku jetojmë unë edhe ti e bashkë çka jemi ngacall në Republikën e Kosovës, është tokë e jotja e jemi e secilit qytetar që jeton këto. Po të ishte shtet policor që shëncekat më herët, ose qytet policor si që shëncekat, protestat të cilit i keni bo në mandatin e kaluar, asnjëherë s'kemi bo të bo protesta në mandatet prej vitit 2013 që është themelu kjo komunë. Kjo do të thotë që në Mitrovicën e Veriut mund të protestohet. I kontaktuar për këtë situatë, komandanti i stacionit të policisë në Mitrovicë të Veriut, Recep Kastrati, ka dhënë një qëndrim i lidhur me mospranimin e ftesës. Ai ka thënë se kanë kërkuar që kur të formohet Këshilli Komunal për Siguri në bashkësi, do të marrin pjesë në takime, por kështu para asamblistëve jo. Deputetët pozitës dhe opozitës kanë votuar për buxhetit të Zubin Potokut dhe të disa marrëveshjeve ndërkombëtare. Komisioni miratoi projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes së kredisë për projektin e rrugës me shpejtësi të lartë Prishtinë-Mitrovicë ndërmjet fondit saudit për zhvillim dhe Kosovës. Po ashtu ka miratuar edhe marrëveshjen e kredisë mes Kosovës dhe Bankës Evropiane për investime në projektin e energjisë diellore. Me 7 vota për, asnjë kundër dhe asnjë abstenim është miratuar buxheti komunës së Zubin Potokut. Ministri i Financave Hekuran Murati, duke rekomanduar miratimin e buxhetit, tha se ky buxhet është 3.6 milion euro. Në tërësi pra buxheti është rreth 3.6 milion euro. Prandaj ndërsa i përket përmbajtjes, Ministria e Financave nuk ka të drejtë pra që të ndryshojë, madje
komisioni këtu, pra që do të qëndrohet brenda kufive, vetëm procedohet për miratim ose jo nga kuvendi. Në mbledhjen e sotme të Komisionit për Buxhet ka marrë mbështetjen e anëtarëve të komisionit edhe projektigje për ratifikimin e marrëveshjes së kredisë projekti rrugës me shpejtësi të lartë Prishtinë-Mitrovic ndërmjet Fondit Saudit për Zhvillim dhe Republikës së Kosovës. Ministri Murati tha se ky projekt synon të lidh kryeqytetin me qytetet e Vushtrisë dhe Mitrovicës. Punët që do të financohen, pra janë, si që thash, seksioni Smerkovnic-Mitrovic, që ka një gjatësi prej 5 kilometrave, ku ndërtimi i 2 korsive shtesë dhe 2 korsive të emergjencës, si dhe ndërtimi i 4 kryqëzimeve, pra janë të paraparat të mbullohen për gjatë këtij segmenti. Vlera totale e financimit është në shifrën prej 53 milion real saudit, apo e konvertuar në rreth 13 milion euro, ndërsa pjesa tjetër pra rreth 3.7 milion euro parashihet të jetë kontribut apo financim nga Qeveria e Republikës Kosovës. Në mbledhjen e sotme është miratuar edhe një marrëveshje tjetër ndërkombëtare e cila ka të bëjë me investimet në ndërmarrjen publike KEK me energji solare. Kjo kredi nga Banka Evropiane për Investime ka vlerën prej 33 milion eurosh dhe bëhet pra në kuadër, është njëra komponente financimit në kuadër të projektit i cili në tërësi parashihet të ka vlerën prej 104 milion eurove. Deputeti Partisë Demokratike të Kosovës Mërgem Lushtaku ka shprehur skepticizëm për realizimin e këtij projekti. Në gjykatën themelore të Prishtinës sot ka dhënë mbrojtjen i bashkakuzuari për vrasjen e Liridona Demajt Kushtrim Kokalla, i cili mohoi se kishte një marrëveshje me 2 të akuzuarit tjerë Naim Murselin dhe Granit Plavën për kryerjen e kësaj vrasje. Kushtrim Kokalla, i bashkakuzuar për vrasjen e Liridona Demajt, fillimisht ju përgjigj pyetjeve të avokatit të tij Ndrec Dotaj, ndërsa kur erdhi radha për t'ju përgjigjur pyetjeve të palëve të tjera, trupi gjykues mori vendim që seanca të mbahet e mbyllur për publikun, me arsyetimin se pyetjet për Kokallën mund të përfshin edhe jetën personale të Naim Murselit me Liridona Demajt. I akuzuari Kokalla mohoi t'i ketë takuar Naim Murselin dhe Granit Plavën për kryerjen e vrasjes. Unë nuk e kam takuar as me Granitin, as nuk ka bo kur të marrëveshje. Apo e ke ndërmjetësuar? Po më thanë, me treguan që me kanë arrestuar, më thanë që ti e kryesori në këtë punë edhe pse se ke ngrej gishtin, ti e ke bo... Më thanë? Ti e ke bo të gjithë skenarin. I pyetur nga avokati i tij nëse Naim Murseli i kishte ofruar para për vrasjen e bashkëshortës së tij, fillimisht i akuzuari Kokalla tha se nuk i kujtohet, por pas ballafaqimit që avokati i bëri me deklaratin e tij dhënë në stacionin policor, Kokalla deklaroi se nuk ka pranuar as para dhe as pas rastit. Atë ka ofruar Naimi ndonjëherë të holla për vrasjen e Liridonës. Ju jeni përgjigjur? Para me ka ofruar për këtë, por unë nuk kam pranuar asnjëherë as para dhe as para as pas rastit. Po, kjo është e vërtetë. Duke folur për takimin e dytë me Murselin e Plavën në një pomp derivatesh, Kokalla tregoi se Naimi i kishte dhënë atij 300 euro për këstin e kredis, ndërsa 500 euro ja kishte dhuruar Plavës duke i thënë kënaqo. Por Kokalla gjatë dhënies së mbrojtjes së tij deklaroi se për Murselin kishte marrë 25.000 euro kredi për shtëpi. Në natën kritike, Kokalla deklaroi se ishte takuar në Gjakov me Naim Murselin pasi ishte duke rregulluar veturën e tij. Ai tha se në atë ditë kishin biseduar për disa probleme që i kishte Naimi me Liridonën, por i mohoi ato që i kishte deklaruar në stacionin policor më 1 dhjetor 2023. Sipas tij, aspektet e xhelozisë ishin problemet mes Naimit dhe Liridonës, të cilat i kishte biseduar Naimi me të. Afër 1 vit mua me ka lutur. Afër 1 vit? Po. Që të kryj këtë vrasje unë. 1 vit më ka lutur. Atëherë unë i kam thënë nuk vjen shprehje dhe mos më thuaj me asnjëherë. Atë kujtohet se këtë deklarim e ki bën në polici. Po, më kujtohet.
I akuzuari Kokalla mohoi se për lëvizjet dhe takimet në mes të Murselit dhe Plavës në ditën kritike kishte ditur më herët, duke thënë se kotoi mësoi gjatë shurtimit gjyqësor. Kokalla deklaroi se me qenë se janë familjar kishte marrë pjesë edhe në varimin e Liridonës, nga se me familjen Ademaj siç tha kanë miqësi 60 vjeçare. Seanca e radhës për këtë rast është caktuar më 17 prill. Vazhdojmë edicionin me informacionet tjera. Kryetari i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, tha për radio televizionin Një se autoritetet në Kosovë duhet të ndërmarrin masa fiskale në mënyrë që të zvoglohet çmimi i naftës, i cili ditëve të fundit ka shënuar rritje prej 63% më shumë që nga fillimi i konfliktit në lindjen e mesme. Njohës të çështjeve ekonomike thonë se qeveria qëllimisht nuk ka ndihmuar në uljen e çmimeve të karburanteve. Rritja e vazhdueshme e çmimit të derivateve të naftës, që ka arritur në €1.80, si pasojë e luftës në Iran, ka ndikuar edhe në zinxhirin e çmimeve në të gjithë ekonominë e Kosovës. Kjo thuhet ta ketë bërë të papërballueshme koston për qytetarët, por edhe për bizneset. Në situatën e krijuar, kryetari i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, tha se ka kërkuar nga autoritetet në Kosovë që të ndërmarrin masa fiskale lidhur me çmimin e naftës. Lëvizje këto të cilat, siç tha, kanë ndërmarrë edhe vendet e rajonit, por edhe ato të Bashkimit Evropian. Nafta në rastin ton ose për të sqaruar në aspektin ton ekonomik, rritja e çmimit të naftës ndikon në rritjen e kostos së transportit, edhe rrjedhimisht kjo reflekton pastaj edhe në koston e mallrave, do ta bëj shportën e konsumatorit më të shtrenjtë dhe rrjedhimisht do ta tkurë edhe fuqinë blerëse të qytetarëve tonë. Sa për krahasim, ne edhe gjatë vitit 2025 kemi pasur normën më të lartë të inflacionit në të rajonin, edhe gati 2 fish krahasuar me atë të Bashkimit Evropian, gjë që nuk është normale krahasuar me periudhën e para pandemisë. Tash, 2 kriza me cilat jemi ballafaquar deri tash, kjo e treta në lindjen e mesme duket se kanë ndikim gati fatal në zhvillimin socioekonomik në vendin tonë. Lëvizje fiskale lidhur me çmimin e naftës kanë kërkuar edhe odat e tjera ekonomike, si zgjidhje emergjente. Megjithatë, një gjë të tillë u tha se qeveria nuk e ka në plan. Sipas tyre, heqja e taksave nuk garanton edhe uljen e çmimit të naftës. Megjithatë, Ministria e Tregtisë vazhdon ta ketë në fuqi çmimin tavan për karburantet, si mas lehtësuese për qytetarët. Por mos heqja e taksave për karburantet po shihet si e qëllimshme në sy të njohësve të ekonomisë. Dhe tash automatikisht ka me pas rritje e tyrave buxhetore dhe në fund kryeministri në fund të këtij viti do të del me rezultatet të qëre vitin asnjëherë që kemi pas me rritjet buxhetore. Mirë po se çfarë cilësie se rrita nominale po reale nuk kemi. Megjithatë, kriza me çmimet e larta si pasojë e zhvillimeve globale nuk janë shqetësimi vetëm. Kosova aktualisht është në prag të zgjedhjeve të jashtëzakonshme, si pasojë e dështimit të zgjedhjes së presidentit të ri, zgjedhje të cilat në sy të ekonomistëve po shihen si goditje e radhës për qytetarët. Ata përmendin planin e rritjes së Bashkimit Evropian, nga i cili Kosova nuk po arrin të përfitojë. 2025 ishte fare i humbur në aspektin e shtyrjes përpara të reformave legjislative, por natyrisht edhe aprovimit ose përfitimit nga masat e mbështetësit të Bashkimit Evropian, kuadrit planit rritjes, por natyrisht edhe instrumenteve tjera që janë në dispozicion nga ana e Bashkimit Evropian. Sot u diskutuan takim me ministrin që janë 2 projekt ligje të cilat lidhen me planin e rritjes, e cilat duhet të aprovohen nga ana e institucioneve të vendit. Paramendoni nëse Kuvendi i Kosovës nuk arrin brenda kësaj periudhe 30 ditore sa ka mbetur tashmë në dispozicion prej vendimit gjykatës kushtetuese që t'i kaloj këto ligje, cilat të jenë pasojat. E dyta, bota po shkon drejt një problematike shumë të thellë dhe ne nuk kemi komoditetin të shkojmë në zgjedhje po pas kohë. E treta, problemi çdo mjet financiar i shpenzuar për zgjedhje kish mujt me ndiku në rritjen e kapaciteteve për shtretër në QKUK. Dështimi në zgjedhjen e presidentit dhe shkuarja në zgjedhje të reja, sipas njohësve të çështjeve të ekonomisë, përveç pasojave në zhvillimin socioekonomik të vendit, do të përçojnë edhe mesazh të keq tek investitorët e mundshëm të huaj dhe do ta paraqes Kosovën si një vend jo serioz.
Lidhja Demokratike e Kosovës ka dorëzuar në zyrën e Kecit dëshmi mbi siç thotë manipulimet dhe mashtrimet e qytetarëve me njësorët elektrik. Por Kec pak ditë më parë tha se njësorët kanë siguri të lartë. Qytetarët ankohen se njësorët elektrik të Kecit nuk llogarisin sakt. Ditët e fundit, rrjetet sociale janë vërshuar me ankesa të qytetarëve për pasaktësi të matjes së shpenzimeve të energjisë elektrike nga njësorët elektrik të Kecit. Ora 15:01 minuta atje, 21:48 këtu. Në videot dhe fotot e publikuara, qytetarët dëshmojnë se ora në njësor elektrik nuk përputhet me orën në kohën reale, duke u llogaritur kësaj sipas tyre energjia elektrike çdo herë me tarifen e lartë. Qytetarët pohojnë se atyre po ju bëhet vjedhje nga Keci. Mendoj që mafia ma rona në Kosovë që ekziston është në qarqet e Kekut, Kecit. A keni vrejtur personalisht e matësit që ka dallime nga ato që nishme zvarë? Prej mujtë në mujtë, po. Njëjti përdorim, a fakturat dallojnë. Njëjtë, vëlla, se nësi dytë. Njëjtë për na vjen. 240 deri në 300 gati për na vjen. Por ka edhe qytetarë që mendojnë ndryshe. Nuk mund me thonë që ka pa rregullsi, shpenzimi i energjisë është konform asaj çfarë instrumente ke në shtëpi. Sa shpenzon? Mbi 500 qytetarë kanë shkruar veç pramë deri sot mëngjes. E një numër dëshmish të qytetarëve për pasaktësi të matesve elektrik u dorëzua në Kec nga zyrtarët e LDK-s. Antari i kryesisë së LDK-s, Visar Azemi, tha se Keci po manipulon dhe vjedh qytetarët duke mashtruar pasi sipas tij shumë njësor kanë tarifuar energjinë elektrike me tarifen e shtrenjtë pasi ora nuk është e përputhur. Mja pru dëshmit, mi u kallëzu qysh kanë rajt, qysh kanë manipulu, qysh kanë vjedh. Këtu i keni dëshmit dashur qytetar, ora 12 e natës në njësor të Kecit, 3 masdite në orën reale. 3 mëngjes, 3 masdite. 11 e natës, 3 masdite, pro plot dëshmi këtu që keni mi pa dhe vetë, du mi u dorëzu, mi u kallëzu që faktet nuk rajnë. Këta po rajnë, sepse kanë inkasu tyra, mjete financiare, paljet që ndaj qytetarit Kosovës dhe kanë dalë kanë thonë që po manipulohen dhonat. Pasi dorëzoi provat e tij, Azemi tha se menaxhmenti i Kecit nuk pranoi të takohet me ta. Ai shtoi se për çështjen e njësorëve do të kërkojë llogari edhe nga ZRE-ja, Ministria e Ekonomisë dhe se dëshmit do t'i dorëzojnë edhe në prokurorinë speciale. Besa as dokumentat nuk dashën mi pranu, ja u lam që aty, sepse më sillen pak në për do koridore me kallëzu që unë nuk muj, ai nuk mund. Kjo është për me të ardhë keq për be, sepse nuk dojnë as një përgjigje me ta dhonë. As zyrtarisht, as jo zyrtarisht, por mirë, unë tash e di adresën ku me shku, sepse do t'i drejtojmë edhe ministrisë, atje ku janë përgjegjësit kryesor për monitorimin e këtyre njësorëve elektrik, sepse duhet me pas mi përcjell standardet e nevojshme, pastaj në ZRE dhe në fund në prokurori. Lidhur me mospërputhjen e kohës në njësor elektrik, si dhe akuzat e LDK-s për mashtrim, Radio Televizioni 21 i u drejtua Kecit, por zyrtarët e saj nuk dha ndonjë përgjigje. Mirë po, ditë më parë, Keci ka deklaruar se matësit elektrik kanë siguri maksimale. Derisa zyrtarët e partisë në pushtet kanë deklaruar se orët elektrike të Kecit janë vendosur në kohën kur kryeministër ishte Isa Mustafa, ndërsa ministre e tregtisë dhe industrisë Hykmete Bajrami. Por zyrtarët e LDK-s thanë se prej mbi 5 vjetësh në pushtet është LVV-ja dhe nuk kanë ndërmarrë asnjë mas për të parandaluar këtë si shtan mashtrim të qytetarëve. Ndërkohë, Keci njoftoi se më 1 prill në orën 15 do të mbajë një konferencë për media lidhur me çështjen e njësorëve elektrik për të ofruar, siç ka thënë, qëndrimet dhe sqarimet zyrtare lidhur me këtë çështje. Keci mbetet e i përkushtuar ndaj transparencës, korrektësisë dhe informimit të drejtë ndaj qytetarëve të Kosovës, thuhet në njoftimin për media të këtij institucioni. Në shkollën Ismail Qemali në Prishtinë është bërë vaksinimi i nxënësve kundër HPV-s në përpjekje për parandalimin e kancerit të qafës së mitrës. Në këtë aktivitet morën pjesë përfaqësues institucional dhe ndërkombëtar, të cilët theksuan rëndësinë e vaksinimit për shëndetin e vajzave dhe të rinjve.
Vaksinimi mbetet një nga mënyrat më të sigurta dhe më efektive për të mbrojtur shëndetin e fëmijëve dhe për të parandaluar sëmundje të rënda në të ardhmen, u tha sot gjatë procesit të vaksinimit të nxënësve në shkollën Ismail Qemaili në Prishtinë kundër HPV-s. Kryetari i komunës së Prishtinës Përparim Rama bëri të ditur se vaksinimi do të vazhdojë në të gjitha shkollat. Në të gjitha shkollat, kjo është viti i tretë faktikisht që ne bëjmë vaksinimin në të gjitha shkollat, edhe është niveli 89% për disa nga vaksinat. Kemi pak një problem me vaksinën për frudh, sepse për shkak të disa dezinformatave një numër i prindërve dhe kanë refuzuar që fëmijët e tyre me marrë këtë vaksinë, mirë po jemi në diskutime sipër nëpërmjet institucioneve të ndryshme që me ju tregu që nuk ka asnjë ndërlidhshmëri në mes vaksinës të frudhit edhe problemet që mendojnë që shkaktohen si rezultat. Se kjo vaksinë është një hap i rëndësishëm në mbrojtjen e shëndetit të vajzave, tha dhe përfaqësuesja e UNICEF-it në Kosovë, Veronika Vashchenko. Kanceri në qafën e mitrës është një nga sëmundjet më të rrezikshme. Është sëmundja 4 e cila merr jetë në të gjithë botën, por normal që kjo mund të parandalohet dhe kjo mund të parandalohet pikërisht me vaksinën e HPV-s, të cilën ju do ta merrni sot. Nga ana tjetër, drejtori i shëndetësisë në komunën e Prishtinës, Izet Sadiku, theksoi rëndësinë e këtij procesi për brezat e rinj. Se një gjenerata e tretë në Kosovë që vaksinoni për këtë smundje, e cila është shkaktari kryesor i kancerit qafës mitrës. Kanceri qafës mitrës është kanceri i dytë të femrat mas kancerit gjinit. Prandaj kjo i bën që derisa nonat, motrat tona sot do të me kujdes për kancerin e qafës mitrës, ju s'keni pas nevojë fare se vaksina ju mbron nga kjo smundje. Autoritetet shëndetësore dhe partnerët ndërkombëtar apeluan që prindërit dhe nxënësit të informohen drejt dhe të përkrahin vaksinimin, duke e cilësuar atë si një ndër mënyrat më efektive për parandalimin e sëmundjeve dhe sigurimin e një të ardhmeje më të shëndetshme për gjeneratat e reja në Kosovë. Për informacionet më të fundit, klikoni në portalin tonë rtv21.tv.